Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe jo vetëm me avokatin e njohur Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Avokat, do ta nisim me ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Maqedoni në orët e para të ditës së djeshme. 59 persona kanë ndruar jetë, pjesa më e madhe dërmuese e tyre të ri, por edhe fëmijë në një diskotekë në Koçan. Edhe këtu duket, nuk e di si e keni parë nga larg nga mediat, një rast që vjen era korrupsion, janë përfshirë pothuajse gjithë licencat të skaduara, falsifikuara, pa kontrolle për sa i përket kushteve, inspektimeve. Pra, ndoshta mund ta themi edhe fytyra e shtetit, por mund të jetë më egzageruar. Shiko, të janë ngjarje që ndodhin për fajt kryesisht dhe ekskluzivisht për fajt të shtetit dhe të pushtetit, kudo të ndodhi. Një rast të këtillë analoge patëm në Turqi para pak kohësh, sot e kemi në Maqedoni. Se për mos është e Beirut, është Maqedoni, që ndajnë gjëra. Dhe është një krim i jashtëzakonshëm me bazë fitimin e oligarkëve që ndërtojnë këto lloj objektesh. Pa dalje emergjence, pa dalje në rast rreziku. Dhe nuk është vetëm ajo. Mos e dhënë të Zoti që të bjerë zjarr në stadiumin ton këtu në Tiranë, se s'ka asnjë dalje emergjence. E keni fjalën për stadiumin të ri që është bërë? Për këtë që bën, që ishte që Mustafa edhe e bën tani, dhe t'i vëremrin e tia i stadiumi e Dirama, se ashtu e bëri, si autoritetia. Pra, to janë ngjarje që i ndodhin vetëm për fajt të konstruktorëve, të ndërtuesve, të shtetit që jep licencat, të mungesës totale të kontrollit të shtetit dhe të zbatimit të projekteve apo të ligjeve. Kështu që për atë fatkeqësitë e zakonshme që ndodhin në Maqedoni, fajtor është ekskluzivisht shteti Maqedon, pushteti Maqedon, qeveria maqedonse. Pastaj vijnë oligarkët që përfitojnë nga rasti se ujku mjergull do. Po dhe ajo po politizohet se pjesa e maqedonasve kanë hedhur akuza dhe mbi baza etnike, duke marrë parasysh që më parë kush ka drejtuar Ministrinë e Ekonomisë që jepte licencat në qeverinë e kaluar, pra duke hedhur akuza për BDI-n. Nuk e përjashtoj atë, dhe ashtu duhet jetë. BDI-a ashtu ka qenë të rjetën, kolone 5 ka qenë për shqiptarët, tradhtarë e interesave të kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni. Megjithatë, pra është një ngjarje që e ka rrëzuar komplet gjithë strukturën e shtetit të kontrollit. Shpresoj që të kenë thellë mësime, qoftë ata, qoftë këta në këtu. Le që këtu s'ka qeveri fare këtu, ka vetëm luftë, rrëmuj, zhurmë, për zgjedhje, për votime, për gorica pikla, që nuk do bëhen zgjedhje, këtu kemi thënë atë, po nuk nxjerrin mësime. Dhe unë shpresoj që të nxjerrin mësime. Avokat, diçka për sa i përket Shqipërisë, ne ku jemi më shumë të rrezikuar nga ngjarje të tilla? Ndoshta duke nisë edhe nga hyrja e pallateve që nuk futet në shumicën e rasteve as zjarrfiksja, a kemi objekte përveç stadiumit që ju thatë që janë të rrezikuara nga një situatë e tillë? Po nuk do shkoj larg. Fare larg. Këtu ku unë kam zyrë, te rruga Reshit Çollaku, te supermarketi Konad. Këtu vinë, parkojnë për ditë, makina blokojnë rrugën që të kalojnë zjarrfikset apo ambulancat për shkallën 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 shkallë. Nuk vjen dot as ambulancë, as zjarrfikse. Që të shkojmë largë. Le pasa që tërë Tirana është për 4 orë. Shko andi nga Lapraka, shko nga Kashari këtej që shkjo Astiri. Shko në shikojni, nuk kalon do të i kanë bërë, çdo metër katror e kanë zënë me ndërtime, me kioska, me minimarkete, nuk ka kontroll shteti. Pse? Sepse mbizotron fitimi, mbizotron korrupsioni i ndërtuesve tek shteti që lejet e ndërtimit, dhe jemi në një situatë katastrofale, por nuk merr njëri masa për këtë punë. S'merr as ka kontroll. Unë iftojnë përmjet televizionit tuaj në punësit e bashkisë të vinë, shikojnë që çfarë bëhet të Sallmare. Mos shkojnë tutje. Avokat